Tani, një gjë tjetër që është shumë e kontraindikuar, që është jo fiziologjike, që më duket jo normal, në aparencë, di? Ma ndej një ditë me thënë drejtën, unë desha të ndaloj një gocë, i thosha, po pritjerë se këtu e ke gabim. Janë veshjet, gjinse të trasha dhe të shkurtra të ngushta. Dhe më thënë, ngushtësia e tyre, sa që unë ka rastet ku në vizit, ka lënë gjurmë ke barku, vetëm nga shtrëngimi që i bëjnë abdomenit në fund. Veshjet streqet që janë të ngushta, veshjet e ngushta, dhe pse janë pantallonat të shkurtra, dhe pse duhet marrë ultravioleti, dhe pse duhet marrë vitamina D, veshjet e ngushta, dhe pantallonat të shkurtra, me gjinse të trasha, janë jo të këshillueshme, sepse ka një gjë, ato ngushtojnë organet intime, ato nuk lejojnë qarkullimin e gjakut, ato lejojnë djersitjen, me njëherë. Dhe favorizimin e infeksionit mikotik. Dhe krimin e infeksionit. Pastaj këtu ka një gjë, ju lutem, më kuptoni. Kjo ka një kuptim, sepse vagina është me laktobacile. Pra, laktobacilet janë mikrobet miqësore që e mbajnë vaginën e lumtur. Dhe nëse ne do ndryshojmë klimatizimin e vaginës, dhe do të kemi ulljen e këtyre bakterive, do rritet aciditeti pH i vaginës dhe do ngren kokë myku i pari, Escherichia coli, Gardnerella, Petvella, janë disa mikrobe të cilat jetojnë në vaginë bashkë. Të cilat çfarë shenjash japin? Çfarë shenja jep një infeksion mikotik vaginal? Ja, po ju them, infeksioni më i shpesh tek vajzat është infeksioni mikotik, ose myku. Ne, myku 1, Gardnerella 2, streptokokun, stafilokokun, klebsiellën, Escherichia coli e tjera, kanë 2 milion vjetë janë këne, ne nuk i heqim dot, dhe gabimi mi madh është që të përdorim antibiotik. Antibiotikët, jo vetëm që vrasin këto përkohësisht, po zhdukin mikrobet miqësore. Dhe shkaktojnë atë që qemi ne disbakterioz, disbioze zorës. Dhe ne jetojmë, dhe kemi shëndetin, kemi bukurin, kemi energjin, vetëm nga mikrobiomat. Dhe femra duhet ta kuptojnë, kanë 2 mikrobiom. Një mikrobiom e zorës, e cila quhet edhe truri dytë, dhe mikrobiom e vaginës. Dhe çdo ndryshim i aciditetit. Aciditeti i vaginës do të jetë 3.8, 4.4. Po kaloj, fillon probleme. Një mikotik, një infeksion mikotik. Krijon një irritim, krijon një pezbatim, krijon një ndjenjë pa qetësie, krijon kruarje, krijon djegje, dhe në aparencë, kur e viziton, sipërfaqja duket e skuqur si zjarr, si cipa e qepës. Shkëlqen ato labjet, vulva, është e irrituar, është ajntur, dhe po të hapësh spekulum, shikon një përmbajtje gjize, sekrecione të bardha të gjitura, që po të heqish me pambuk, sipërfaqja po shtyre të xherxhak. Do të thënë, myku është në hund, është në sy, është në flok, është në lëkurë, është në organe. Dhe këtë myk ne duhet ta dominojmë, duke krijuar kushte optimale, ku ky të mos zhvillojë kokë. Po një ta gjë Escherichia coli. Tani, një urokultur tek një vajzë del me Escherichia coli dhe jep ciprofloxacinën, jep një antibiotik që është raketa që dërgon Putinin në Ukrainë. Tani, kjo mund të mjekohet me probiotik shumë mirë. Kjo do të ketë vitaminën D, do të ketë imunitetin, dhe Escherichia coli do rri atje ku është, atje ku e ka vëndi. Sepse ai shkon me rrugë hematogene nga zora. Ndërsa një antibiotik është më tepër i fortë që u përmendë, do vrasë dhe bakteret e mira. Të gjitha këto do mjekohen, të pari, sidomos myku. Do 2 venda. E para është konsulta, edhe gabimi më i madh që bëjnë disa vajza dhe graja është që shkojnë në farmaci dhe marrin mjekim vetë. Dhe ky është një gabim sepse ato mjekojnë për një kohë, po nuk shërohen kurrë. Kështu që duhet të shkuar ke mjeku, duhet bërë kultura, duhet bërë analiza, dhe e dyta që kryesorja është dieta. Sheqeri për shembull është armiku kryesor. Myku e ka origjinën ke myk, ke tëmbla dhe te bulmetrat. Duhet të eliminojë sheqerin, duhet të lënë bulmetrat, duhet të ushqet dhe proteina, me yndyrna të kufizojë sheqerin dhe mbi peshën. Dhe myku ulet vetë. Dhe vagina duhet të ketë pH-in vetë, duhet të bëhet gjithmonë në monitorim. Më fol pak doktor për ngjyrën e sekrecioneve, sepse ato janë me ngjyra të ndryshme, çka përcaktojnë vetëm shkallën, po edhe llojin e infeksionit. Një nga gjërat më elementare është kjo.
Vagina nuk do të baj erë lullet, të mundohet me shumë. Vagina ka aromën e vetë, ama nëse ti dëgjon një aromë ose ndjen një aromë një të mirë të vaginës, kjo të regon që ka infekcion. Dhe vagina duhet të trajtohet me njëherë ke mjeku. E para gjë që të regon që vagina nuk është normal, është aroma. E dyta në sekrecionet. Sekrecionet ushme, sekrecionet që të bezdisin, sekrecionet që rje lagur, sekrecionet që zgjasin disa herë, sekrecionet që marrin natyrën e të verdhave, e të bardhave, të bardhat zakonisht janë mikotike, të verdhat janë bakteriale, ndërsa sekrecionet ujshme, të lagura, rri vagina, vulva, gjithdile, dhe që ka sa do pak arom peshku, është Gardnerella. Gardnerella është mikrob autokton i vaginës. Nuk e qim dot. Ama do të bajmë të nështruar. Dhe këte mban pH-i. Pra, elementi esencial i lumturisë së vaginës janë laktobacillet. Absolutisht. Nëse një infekcion nuk trajtohet, doktor, çfarë pasojë është sjell? Me që se dhe minutat fluturojnë, nëse një infekcion mikotik nuk trajtohet dhe neglizhohet, çfarë pasojë është sjell? Myku mund të avancoj, myku mund të bëhet kronik, dhe myku jep sëmundje rezistencë mikotike. Dhe ka një vështirësi shumë të madhe, dhe me keqja është sepse sistemi urinar dhe sistemi vaginal janë shumë afër dhe infeksioni mund të futet në urinë. Dhe pastaj ke urinim të shpesht, urinim me fenomene dizurike me djegje, vete në baj dhe duke si shgurur në shprap, dhe pastaj fillon urinimi i urgjencës, të vjen urina, nuk e mba do të shkosh pra tjetër në baj, dhe të gjitha këto infeksione mund të përhapen dhe japin një inflamacion të përgjithshëm të sistemit genit të urinar. A është ngjitësh infeksioni mikotik? Pa tjetër. Në çfarë mënyrë? Meshkujt me marrëdhënie seksuale, nëpërmjet veshjeve, nëpërmjet mund ta marrësh mykun. Peshqirave të plazhit? Po patjetër, dhe me veshjet patjetër. Kështu që myku në esencë tek një të tregon që ka rënë rezistenca e trupit, ka ndryshuar mikrobiome e vaginës, janë krijuar kushtet optimale që myku dhe çdo lloj mikrobi tjetër të zhvillohet. Pse është rëndësishme mbjellja, testi, sepse dy vajza mund të kenë të dyja infeksion mikotik, por padyshim që të dyja nuk mund të trajtohen me të njëjtin mjekim, apo jo, sepse analiza ose lloji i mykut i kërpudhës mund të jetë i ndryshëm. Në këtë rast ka një gjë. E para është klinika, është vizita që bën doktori. Vizita dhe ekzaminim me spekulum është kryesori. E para, e dyta, vizita vaginale është shumë e rëndësishme, sepse tregon si e ka ndjeshmërinë e dhimbjes e gjitha, dhe e treta është kultura. Kultura dhe ne bëjmë një kulturë, ne si zakonisht bëjmë një kulturë të vulvës, që quhet strishë vaginale, bëjmë një kulturë në një të tretë në jashtme të vaginës, që quhet kultura e vaginës, bëjmë një kulturë të qafës metrës për mikrobe aerogen, ose me prezencë oksigjenit, ose jo, ose anaerob, dhe bëjmë dhe një uroplazm, mikoplazm, si dhe në rastet veçanta bëhet për gonorren edhe për klamidien. Nëse një vajzë, një grua nuk ka shenja specifike apo simptoma specifike, a mund të ketë një infekcion të fshehur, por këto nuk janë të shfaqura në formën e shenjave apo operative? Jo, infekcioni vaginal ka këto shenja. E para është iritimi, janë sekrecionet, është dhimbja, është parehatia, është bezdisja, për shembull ne shikojmë në menopauzë që nuk del me infekcion, po ka një ulje të theksuar të estrogenëve dhe fillon tharja dhe djegja e vulvës dhe e vaginës. Spekulumi nuk futet, vagina bëhet të thatë, ato nuk veshin dot pantallona, nuk rrin dot në karrige, nuk ulen dot, dhe kjo gjë hyn sepse receptorët nuk ka më estrogen dhe veprojnë dhe receptorët e vaginës dhe të vulvës, dhe receptorët e veshikës urinare. Dhe të njëjtën kohë, ajo ka djegje, ka thatësi, ka pezmatim të vaginës, dhe fillojnë dhe urina. Urina e shpesht, urina me djegje, urina me urgjencë, dhe gjitha këto vijnë nga që mungesë për kësë. Mund të mos ketë fare infekcion. Analiza dali normal, nuk ka mikrobe, por ka një ulje të estrogenit. Dhe duhet të mjekohet pa tjetër me estrogen bimor. Një tjetër pyetje ose shqetësim që na kanë shkruar dhe ata që vajzat dhe gratë që na ndjekin është pikërisht depilimi përfundimtar me lazer i zonës intime. A është e rekomandueshme dhe a ka ndonjë pasojë, doktor, keni informacione për këtë? Unë jam gjithmonë me biologjinë dhe me normën dhe me natyrën. Natyra është natyrë.
Piloziteti e ka dhënë Zoti, nuk e ka dhënë shkencë, njerëzit. Ne duam një gjë, që organet intime t'i mbajnë me një pilozitet të kujdesshëm. Dhe piloziteti ka një rol, nuk është se është pa rol, se është pa funksion. E para njerë ka funksion e folikujve, e dyta ka funksionin që e mbron organ genital, dhe treti ka një gjë, që ti duhet të kujdesesh për pasur një pilozitet të rregullt. Është si puna e këtyre vajzave që ka një sindrom me poliendokrin, metabolik, ovarien sindrom, dhe që kanë akne në fytyrë, dhe që shkojnë heqin me lazer aknet, dhe faktorët i kanë brenda se janë hormonal. Ato do shfaqet diku tjetër. Piloziteti ka një gjë, duhet të mos bëhet me dyllë, duhet të mos bëhet me brisk shumë shpesh se epiritim të lëkurës, por një farë piloziteti duhet të ketë në anë, vagina, në kuptimin e fjalës. Tashi, ajo që i heq me lazer ka dëshirë që të mos ketë më pilozitet. A ka rrezik në fertilitet apo në shëndetin vaginal? Besoj që nuk ka nejtë të dhënë që e vërtetojnë dhe e këtyre të ndikoj ke veritetin. E kuptova. Doktor, faleminderit për këshillat e sotme. Ju uroj gjithë mirat edhe shëndet. Edhe në emër të vajzave dhe grave që ndjekin këshillat ginekologjike të doktor Shkëlqim Balilit, kalofshi bukur ditën e sotme, shihemi nesër në Reze Dielli. Ju uroj.